Nisma qytetare Akt for Shkodra ka vijuar angazhimin për mbrojtjen e mjedisit dhe përfshirjen e komunitetit me një tjetër aktivitet sensibilizues në qytet. Këtë reaksion është zhvilluar në bllokun e pallateve në rrugën Yusuf Sokoli, ku me mbështetjen e të vegjëlve të kopshtit Hojzat janë dhuruar dhe mbjell fidan e pemë për gjelbërimin e zonës. Pemët na japin ajër të pastër dhe hije të freskët, prandaj do t'i duam dhe do t'i mbrojmë çdo ditë. Natyra është plot jetë dhe bukuri, ndaj na duhet ta duam, ta mbrojmë dhe ta mbajmë pastër çdo ditë. Toka është shtëpia jone për bashkët, prandaj do ta mbajmë shumë të pastër. Toka është e pastër, fëmijët e lumtur. Ky nuk është thjesht një aksion, ky është një mesazh, jo vetëm të punojmë për sot, por edhe për nesër. Kemi marrë dhe fëmijët që t'i rrisim me idenë që toka është e rëndësishme. Nëse ky mesazh përcjellet te ta, atëherë kjo do jetë një përmirësim për ne. Kjo nismë synon të rrisë ndërsimin qytetar, duke përfshirë të gjitha grup moshat. Bashkëpunimi me fëmijët është thelbësor, pasi duhet të fillojë që më herët, në mënyrë që të krijojmë një kulturë të qëndrueshme ndaj mjedisit dhe komunitetit. Kjo nismë synon të nxjisë përgjegjësinë qytetare dhe kujdesin e hapësirë të përbashkëta, duke përfshirë brezë të rinj si pjesë aktive e ndryshimit.